gjësua, po dikush i ka marrë, i ka arkivu në pronat veta. Do të thotë me të 26 në muajin e 5 2023, kur kam shkuar, e dim të gjithë me forcat policore në zyrën e kryetarët, do të thotë asnjë dokumentacion s'ka qenë. Do të thotë janë tërhiq më herët, dhe për momentin nuk e dim se ku janë. Jo, nuk e dini ku janë ato. Se dini nëse janë asgjësuar apo ekzistojnë diku. Nuk e dim, absolut nuk kem kurfare informacione. A ka pas tentim edhe për juve edhe prej njësiteve të sigurisë që të kërkohen ose të Nga unë ime hetohen ka ku janë? pas vazhdimisht ju kom drejtuar Ministrisë për Shtetit Lokal se të paktën mu mi siguru mirë, po deri më sot nuk ka në të kuptim. Dhe ne do të në objektin e komunës... Thoni deri më sot nuk ka, i vjen që s'është tentua, po ende nuk kanë arrit me ditë ku janë ato. Besoj si s'kanë arrit. Pra provohet të gjendet ai dokumentacion. U provuam mirë, po s'kanë mujt me arrit. Kështu se një zyrën e mbrana objektit komunës, do të thotë i kemi gjetë ato dhe sot janë në objektit e komunës së Zveçanit, do të thotë vullet e 4 komunat të Veriut kanë qenë gjitha në vend. Çdo vendim se edhe Vula e Mitrovicës, Veriut, Ele Posaviçit, Zubin Botokut kanë qenë në komunë Zveçanit, në objekt. Në komunën e Zveçanit, do të thotë në podrumin e Ndërtesës. Po se mas gjitha vendimet për 4 komunat e Veriut janë marrë nga atë. Dhe kur kemi shkuar, do të thotë 4 ose 5 kutija të vendvotimit kanë qenë të gatshme të plotësuar, do të thotë momenti kur të vinë zgjedhjet e ardhshme me kanë gjithçka të gatshme dhe vetëm u vendos. Në objektin e komunës kanë qenë kuti të votimit. Kuti të votimit do të thotë plotësuar. Dhe momentin veç me dalë... Plotësuara me flet votime? Me flet votime, do të thotë. Flet votimet printohen në çdo proces të reja? Atë për momentin edhe janë, për momentin do të thotë mirë, po nëse që kemi mujtë me vlerësu dhe me marrë informacion se çdo vendim në 4 komunat e Veriut janë merr nga ai objekt. I përmendet 2 herë çështjen e fshatrave të Zveçanit, fshatrave ku banojnë serbët, ta që ka kushtet të rënda të banorëve. A keni arrit investoni diçka për gjatë kësaj kohe? Kemi arrit, do thotë mbrana mundësisë buxhetore, kemi arrit në disa pjesë, kemi shtruar disa rrugë, disa kanalizime, ndryshim, kështu se kemi na munduar mbrana mundësisë buxhetore. Çfarë mungon tjetër në Zveçan? Ka ende shumë punë për të kryer. Ka ende shumë, ka sidomos rrugët janë në gjendje shumë të mërueshme, janë rrugë vetëm cilat mundën me shfrytëzuar shtetarët vetëm me traktora, jo me makina. Pra ka rrugë të dëmtuara? Të dëmtuara dhe pa punuar, rrugë do thotë thjeshta, shumë thjeshta, as në zhavar, jo vetëm rrugët të hapta pa zhavar, pa asfaltim, pa kurrë. Çfarë thonë banorët nëse